Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Përshëndetje miq të rëtëris, mirë se erdhët në emisionin e rregullt tashmë në Ramazanën hije në mëshirës nga ora 16. Jemi sot drejt për së drejti me musafirin dhe hoxhën e nderuar Shuaib Grajçevsi nga Prishtina, me të cilin do të jemi së bashku për një orë të plotë, me temën që do të bashkëbisedojmë njëkohësisht edhe me pyetjet e juaja të cilat mund të i bëni përmes linjës telefonike, po ashtu edhe me SMS, qoftë rreth temës apo edhe pyetje të tematikave të ndryshme. Selamun alejkum misirë. Aleikum selam wa rahmatullah. Mirë se gjeta, faleminderit. Allah është përbleft. Si kaluat këto ditë e para të Ramazanit? Wallahi alhamdulillah, mirë shumë. Atëherë jemi neve nganjëherë thomi zot zgjate. Do të them për kënaqësi të madhe që jemi duke shiju, subhanallahu. Alhamdulillah. Është një kënaqësi e papërshkrueshme, alhamdulillah. Do të flasim për vëllazërinë në Islam. Çfarë është vëllazëria në Islam? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Po, vëllazëria në Islam është një koncept jashtëzakonisht i rëndësishëm që bazën e ka në fjalën e Allahut subhanahu wa ta'ala dhe në traditën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe pa të nuk ka mundësi që të ecet përpara një shoqëri islame, dhe pa këtë vëllazëri nuk mundem që të themi se mund të bëj dikush diçka në qoftë se nuk jemi bashk me njëri tjetrin. E kjo është një gjë që subhanallahu që na mëson feja, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur shkoi prej Mekës në Medinë, punën e parë që e bëi atje ishte vëllazërimi mes muhaxhirëve dhe ensarëve, mes atyre të cilët ishin duke ardhur prej Mekës dhe ensarëve, medinasëve, të cilët ishin aty edhe i pritëshin musafirët prej Mekës. Do më thonë, puna e parë e pejgamberit alayhi salatu wasalam ishte kjo. Dhe aq shumë ensarët, prandaj edhe për fjalës nasara, ndihmëtarët, i ka quajtur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po dhe Allahu dhul xhelal i ka quajtur po me këtë emër. Aq shumë do më thonë i kanë prit mirë, sa që edhe atë pasurinë që e kanë pas, atë çfarë e kanë posedu, e kanë dhënë për gjysmë, edhe ja u kanë dhënë këtyre të cilët ishin që kishin ardhur, do më thonë, nga Meka si muhaxhir, ose që me një farë mënyre i kishin dëbu kurejshitët të cilët ishin në Mekë dhe u detyruan muslimanët të shpërngulen për në Medinë. Pra ishte një vëllaznillëk, ishte një afërsi e papërshkrueshme, që këtë me të vërtet vetëm ata cilët janë besimtarë, vetëm ata cilët e ndijnë veten imanli, e ndijnë veten në shkallën e devotshmërisë, e kuptojnë se çka është kjo, do të thonë me qenë vëlla me dikën. Prandaj shumë herë e gjejmë nëpër libra, e gjejmë që dietarët kanë thënë, nëse një njeri pretendon se është i ndershëm, ose është i devotshëm, ose është imanli, është me iman të fortë, mirë po në anën tjetër nuk ka shok të sinqert, edhe shok nuk i ka shumë afër, atëherë dije se devotshmëria e tij edhe imani i tij nuk është në atë shkallën me të cilën ai është duke u paraqit para njerëzve. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thotë, kush beson Allahun edhe ditën e kiametit, kan yu'minu billahi wal yawmil akhir, kush e beson do të thonë Allahun me iman të plot edhe ditën e kiametit, le ta doj për vllahun e tij atë që dëm për vete. E do të thonë një njeri i cili e ndin veten se është i devotshëm ose ka iman, është shkalla e lartë e imanit. Mirë po, kjo nuk është prezente te ai, nuk është i afërt me shokët e vet, nuk është i afërt me vëllezërit e vet, atëherë devotshmëria e tij edhe imani i tij është i mangët. Do të thonë nuk ka mundësi me arrit atë shkallën e imanit të duhur, sepse duhet që të duhet për hir të Allahut azza wa jall personi i cili është duke u quajt musliman. Kaç është rëndësishme vëllazëria në Islam? Ndoshta shumë pak kam fol sa është e rëndësishme. Sa është e rëndësishme. Shumë pak është kjo me këto 2-3 fjalë që ka mund ta më i thon, është shumë e vogël ndaj asaj se subhanallahu se çfarë është e rëndësishme. Sa për sqarim se sa është e rëndësishme. Ishte Ibn Abbasi, Abdullah ibn Abbasi radhiyallahu ta'ala anhuma. Ishte në itikaf
edhe po vjen dikush në itikaf tash llogarite, në itikaf në xhaminë e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Edhe aty subhanallah po vjen një njeri, po në fytyrën e tij po shifet domethën shajat brengosjes, ishte i brengosur, ishte domethën i mërzitur, kishte një farë lloj stresi. Edhe po i afrohet Abdullah ibn Abbas i tha çfarë halli thot ki, dhe se në fytyrën tane po shihen gjurmë. Po shihen gjurmë, domethën se ke një hall. I thot po thot, e kam thot një hall shumë të madh. Kemi lanë një borxh të cilin e kishte marrë prej dikujt, prej një familjar i tij, prej një të afërm i tij, thot edhe dita thot ka ardhur për me kthy borxhin, mirë po unë nuk po kam mundësi prap me kthy atë çfarë i kam premtu dhe po ndihem shumë keq. Abdullah ibn Abbasi ishte në itikaf. Edhe po i thot, a ka mundësi unë me të ndihmu te ky halli yt? Thot po thot. Edhe thot hajde thot shkojmë te ai personi. Edhe kur dalin jashtë, tash ky i kthehet Abdullah ibn Abbasit edhe i thot: "O Abdullah, po ti se aty është shpreh diçysh në një mënyrë pak më ledhatuese. O biri i xhaxhit pejgamberit alayhi salatu wasalam. Thot po ti ishe në itikaf, çysh po e lën ti itikafin për mu?" Thot wallahi thot e kam dëgjuar thot pejgamberin alayhi salatu wasalam, i cili ka thënë se puna më e mirë është kur njeriu i ndihmon vllaut tij, edhe qofse e lën punën e itikafit. Kështu që vlera e itikafit, që është një transmetim që e thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, ai i cili rrin një ditë itikaf në xhami, subhanallah, është larg xhehenemit sa 3 hendeqe. Çdo njeri hendek është largësia sa lindja deri në perëndim. Që ka që vlerë të madhe ka një ditë nëse rrim në itikaf. Tash ky këto po e prish për shkak vllaut ti, për shkak hallit që i kishte vllau i tij. Edhe po thot, më me rëndësi është, po e thot fjalën e pejgamberit alayhis salam, më me rëndësi është me i ndihmu një vllau në brengën e tij, në hallin e tij, se sa me nejt këtë xhami. Është fjala për xhaminë e pejgamberit alayhis salam, që çdo vepër aty, çdo namaz, edhe itikafi është më i shumë fisht se sa në xhamia tjera. Edhe po thot, më e vlefshme është me ndihmu një vllau për hallet, për brengat e tij që i ka, se sa me nejt këtë xhami në itikaf 1 muaj, 30 ditë. Atëherë, kemi një telefonat hoqë për inkuadrojmë që mos pet në linje, pastaj ne vazhdojmë tutje me temën. Nëse kemi ende, selam aleikum. Apo, po e dëgjojmë urdhani. Selam aleikum. Aleikum selam. Për hajër Ramazan. O, faleminderit. Kam një pyetje hoqës. Urdhani. Me një abdes falë edhe drekën edhe i qëndin. A është në rregull kjo? Me një abdes i falni 2 namaze. Po. Në rregull, faleminderit për telefonatën, do të merrni përgjigjen pas pak, ne po qëndrojmë hoxhën e temë ende. Çfarë do thotë ti është vëllau ose motër në islam, ose kujt mund të themi vëllau musliman ose vëllau në islam? Allahu dhul Gjelal po e përmend në surën Hashr, po thot: "Yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa." Do më thonë edhe në qofë se kanë nevoj për vetën e vetë shumë, se këto i përshkrujti pejgamberi Allahu dhul Gjelal në këtë ajet, i përshkrujti shokët e pejgamberit të Medinës, ensarët, i përshkrujti se edhe vetën e kanë lanë keq duke ju ndihmu muhaxhirëve, duke ju ndihmu mekasve të cilët ishin shpërngur prej Mekës. Do më thonë, ju ndihmojnë atyre edhe duke e lanë vetën keq. Edhe ata kishin nevoj për mi ndihmu dikush, mirë po ju ndihmonin të tjerve. Kjo është aja rëndësia, do më thonë, kur ti i thu dikujt se të këm vëlla musliman, ose do më thonë të këm motër muslimane, kjo është aj bereqeti, do më thonë, që po e përshkrun Allahu Gjelle Gjelaluhu në Kur'an. U ju thirun, do më thonë, e lajnë vetën keq. Se kur t'jemi, do më thonë, rahat, nuk kemi ndonjë telashe, të thiri për në qaj, të vinë në qaj, për drek, për dark, a e ki parasysh, këto me një farë mënyre, edhe këto janë pjesë të vllaznillëkut, edhe këto janë pjesë, do më thonë, se nuk mundëm mi që nuk janë. Mirë po për me vërtetu se çka është me të vërtet vëlla, edhe me të vërtet se kush është vëlla, është kjo, do më thonë që atëherë kur ti me të vërtet ndoshta edhe ti ki nevoj, mirë po vetën e lën keq
duke shku mja hop derën tjetrit. Sot dëgjojmë hoqë shpesh në takimet tona që këtë e kam shok ose vëlla musliman, ne si muslimani themi vëlla musliman. Mirë po, koncepti që jasaj për me ditë kujtë mi thonë vëlla musliman, atë kuptimin që kër i themun dikuj vëlla musliman, pra ja besoj shumë gjërat të cilat i kam ndoshta në vetet të mbyllura, ja besoj shumë problemet të cilat ndoshta mund të i zgjidhim së bashku. A është që kjo sen që po kuptohet, apo vetëm ka mbet shprehje gjuhësore vëlla musliman për jo dhe praktikisht? Qëre, hadithin që e përmenën porzit, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Nuk ka besu me iman të plot, me iman të duhur. Ai person i cili nuk e don për vllaun e tij atë që don për veten e vet. Nëse, thojnë dietartë, nëse don me kuptu se sa je i dashur tek njerëzit, tek vëllezërit, atëherë shife veten tonë ti sa i don ata. Ti a i don me sinceritet ata apo nuk i don. Kur takohesh me ta, a takohesh edhe kënaqesh që u takove me ta, apo vetëm një buzëqeshje, kështu dyftyrse, nëse mundem me qujt, kinse po të qeshëm, mirë po kur ta kthej shpinën, e shtramëj gojen ose ftyrën fare krejt. Do me thonë, këtu e kupton. Ti nëse e takon, si po ndihesh që e takove këtë person, këtë vëlla musliman. Andaj, di se nëse ti me të vërtet e ki ndjenjen e mirë se u knaqe që e takove, se ndoshta se ke taku më ti, apo e don për hir të Allahut ashtu tamam siç duhet, atëherë di se kjo është vllazëllak i sinqert. Pejgamberi alayhis salatu wasalam po thotë, kush i ka 3 gjana, e ka shiju imanin e vërtet. E njëna prej këtyre që ka përmend pejgamberi alayhis salatu wasalam është me dash një burr nëse don vllaun e tij musliman edhe nuk e do për asgjë tjetër vetëm se për hir të Allahut. Nuk është domethënë se të du për interes. Nuk është se ti i milioner dhe tash të afrohem ty se nuk i dihet punës se si ndodh. Nuk është se për shemb ti një drejtor i një firme ose ki një ministër ose një zëvendës ministër ose i njeh ti ministrat, i njeh ata apo këtë, e thashun 3 afër se ndoshta bëhet diçka e mirë për mua se kur 3 me ofër teje, ka mundësi unë ndoshta me gjetë një punë. Jo, kjo nuk është vllazëllak. Kjo është interes. Vllazëllak është kur unë asnjë gjë nuk kam prej teje, hiç, kur far interesi s'kam prej teje. Pra vllazëllaku nuk lidhet me interesin ekonomik ose asnjëherë hiç, asnjëherë. Vllazëllak është kur unë du veç për hir të Allahut. A ka kësi vëllezër sot? Po mendoj se ka. Edhe pse ndoshta të pak. Numri ndoshta nuk është shumë i madh, po mendoj se ka se me të vërtet kjo është, po mos ishte kjo, atëherë me të vërtet Allah do të ishte i dhënë. Donë se hoxha përmendet do thotë, por si manifestohet vllazëria në Islam, do të më konkretisht. Me qenë se po i përmendi ka pak, por si manifestohet të pas parasysh që po i përmendi këto pikat dobësi dhe ato mirësi që i ka. Gjithaj ka mirësit, por ne dobësit që e kemi si shoqëni, po flasë në këtë rast qysh manifestohet në përgjithësi. Edhe në brenda edhe jashtë xhamisë, edhe në brenda dhe jashtë ambientit fetar, edhe në shtëpi tona, edhe në ato në raste kur kemi nevojë dhe kur ka nevojë. Se ndonë sa shpesh herë, siç thotë populli, faji mbeti tetim, pra ne gjithmonë flasim që nuk ka vëllezër siç ka pas dikur, por ndoshta edhe dikush mund të ankohet tek ne që nuk jemi ashtu siç kemi qenë dikur. Shumë është e vërtetë ato që e thua, po ajo që ka duhet edhe që është e rëndësishme të vllazëria në Islam, është se subhanallah duhet ta ndijmë dhimbjen ndaj vllaut. Duhet ta ndijmë ashtu siç po e ndijmë dhimbjen ai. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thotë: "Mathalul mu'minina", shembulli i besimtarëve, fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad. Do të thonë shembulli i besimtarëve në dashuri ndaj njëri tjetrit, në mëshirë ndaj njëri tjetrit, edhe në dhimbshmëri ndaj njëri tjetrit, është sikurse trupi. Nëse një pjesë e trupit lëngon, ankohet për diçka, tërë trupi e ndin dhimbjen. Edhe këtu, nëse neve ja kemi shembull, domethënë atje luftrat që po bëhen tek vëllezërit atje në Gaza dhe vende tjera. Neve kemi këtë dhimbje këtu në Kosovë, edhe çfarë atë mundësinë të vetme që mundemi me bë neve është me ngrit durt, edhe me lut Allahun me sinqeritet, me thellësi të shpirtit, o Allah ndihmoj aty njerëzve atje. Kjo është domethënë një lloj solidariteti me ata. Pastaj, me ndihmu vllaun,
aq sot kemi mundësi me ndihmu. Është një shembull që e kam përmend edhe herave tjera, edhe në për emisione tjera, është një shumë është interesante në vendin e Siris, është një lagje quhet Salihije. Ajo Salihije është një farë mënyre vendi i devotshmërisë, nëse mundemi me quajtur. Ashtu e kanë quajtur, se kanë qenë njerëz shumë burra të mirë. Kur ka ardhur muaji i Ramazanit, në sofrat e këtyre që ishin të varfër, sofrat e tyre ishin më të bereqetshme, më të begata se sa sofrat e pasanikëve. Do të thonë, kur ke shku te një pasanik, edhe ke pasë çfarë po hanë në iftar, e ke pasë që nuk është edhe aq shumë e mbushur sofra e tyne. Po kur ke shku te fukaraja që s'ka, sofrat ju kanë e stërmbushur. E pse se çdo njëri prej atyne ka shku dhe mi ndihmu njëri tjetrit. Edhe ai, do të thonë, pse ka qenë fukara, nuk e kanë di veten që është i lanën mazdore. Përkundrazi, sofrat ju kanë më e bereqetshme dhe më e mbushur se sa sofra e tyre. Dhe kjo ka qenë e vazhdueshme edhe mas Ramazanit. Po Ramazan u kanë e theksuar. Do të thonë, kjo është vllaznia. Kjo është ajo për cilën mundemi me quajtur se është vllaznillak. Do të thonë, qofse edhe vetën ndoshta e la keq për me mundu me të ndihmu një hall, një breng të cilën e ki. Prandaj pejgamberi alayhis salatu wasallam po thotë, kush i ndihmon vllau ti për një breng, për një çështje kësaj donjaje që e ka, Allahu dhul xhelal ka më ndihmu dhe ka më ja hiq brengat ditës kiametit. Kush i ndihmon për diçka që ka nevojë vllau i tij në këtë donjë, Allahu ka më ndihmu ditën e kiametit. E ndihma çfarë mundet me na ndihmu Allahu azza wa xhel, duke na i fshi gjinohet. E mbas fshirjes gjinohet duke na bë banorëve të xhenetit, edhe duke mos e pa fare ndoshta edhe xhehenamin. Çfarë thot Kurani për lidhjen e muslimanëve si vëllezër? Innamal mu'minuna ikhwah. Al-mu'minuna wal-mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Besimtarët janë vëllezër. Besimtarët dhe besimtarët për njëri tjetrin janë aulia. Çka është kjo aulia? Janë ndihmëtar të ndonjë tjetrit, janë zotërues të ndonjë tjetrit. Nëse kemi rastin histori shumë për me shpjegu ndoshta këtë në aspektin historik. Për shembull është Abdullah ibn Hudhafa, të cilin atë edhe shumë prej shokëve të tij i kishte zënë rob mbreti i Persis, nëse e se ngatroj, jo i Persis, i të krishterëve. I kishte zënë rob, edhe subhanallah, ai tash i u thot ushtarëve të vet, a është ndaj kush prej këtyre robëve që ka qenë edhe ka jetuar me Muhamedit alayhi salatu wasalam. Dhe i thot dikush, po thot e një ishte njerë Abdullah ibn Hudhafa, tha ma thirrni atë. Edhe kur e thirrën atë, ai mbreti po i thot, ishte i krishter mbreti. Tha, a do ta lësh fen e Muhamedit edhe do t'jesh i lirë? Tha, wallahi kur. Tha, a do ta lësh, edhe s'është historia shumë e gjatë. Edhe në fund çfarë i thot? Thot, nëse don me u liru nga robëria, e ke një kusht. Thot, çfarë kushti? Thot, me mputhën ball. Tash ndalet Abdullah ibn Hudhafa dhe thot, me puth edhe me liru. Thot, po thot edhe unë thot e kam një kusht. Thot, kam me të puthën ball, po nëse mi liron edhe vëllezërit e mi. Nuk po mendon veç për veten e vet, se kushti ishte veç për ta, veç për Abdullah ibn Hudhafën. Mirë po i tha, jo tha, nuk të puthin ball, nëse nuk mi liron edhe shokët e mi. Nëse mi liron, atëherë kemi të puthin ball. I tha, të gjithë jeni të lirë, veç ha të puthën ball. Edhe shkon e puthën ball, edhe të gjithë i liron. Do të thonë, këtë hall nuk e ka veç vetë të lirohna prej robërisë, po hallin e ka edhe për vllaznit e vet. Ebu Bekri çfarë ndodhi për çfarë tregimi me Bilalin? Bilali ishte duke u torturuar në mënyra shumë të rënda. Edhe kur merr vesh Ebu Bekri, shkon te Umej ibn Khalefi edhe i jep parë, thot sa ma shet Bilalin. Me parët e tij, jo me thon tash Bilal, qëra unë e kam pagu për ty kaq parë, tash ti mu mi ki borxh. Jo, s'm ki borxh hiç. Po shkon te Umej edhe po thot sa e shet ti Bilalin. Edhe i jep çmimin, edhe i jep domethënë parët. Thot wallahi edhe sikur të ishte 1000 dirhem, do t'i kisha dhënë për me liru Bilalin prej kësaj torture që jeni duke ja bë, pse se është vëllau i jemi musliman.
është vëlla i kiblës tem, është vëlla i njëjtës fetë cilën jemi. Atëherë regjia thotë kemi telefonat apo? Nëse është ende në linje, selam aleikum. Atëherë ka ikur telefonata. Besim ende në temë. Pse është kaq e rëndësishme dashuria për Allahun në Islam? Pra, ku e lidhemi me këtë çështje që bëhet me vëllazëllëk? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thot Allahu xhalla xhelaluhu ditën e kiametit ka me thirrë edhe ka me thonë, ku janë ata të cilët e kanë dashur njëri tjetrin për hir temin, ku janë ata të cilët e kanë dashur njëri tjetrin për Allah, ku janë ata të cilët e kanë dashur njëri tjetrin për Allah, derisa të shfaqen ata personat që e kanë dashur njëri tjetrin vetëm për hir të Allahut azza wa xal. Arsyeja tash vazhdon hadithi dhe thot, këta thot do të jenë në hijen e arshit të Allahut azza wa xal, që në atë ditë nuk do të ketë hije përveç hijes të Allahut azza wa xal. Do më thonë, një mirësi kaq e madhe është, subhanallah, sa që në qoftë se e don ti një vëlla musliman për hir të Allahut azza wa xal, edhe nuk ki asgjë tjetër, kurfar interesi tjetër, do më thonë, do të jesh në ditën e kiametit, do të jesh në hijen e arshit të Allahut azza wa xal, që nuk ka hije përveç hijes të arshit të tij, përveç hijes që Allahu dhul xhelal e ka këta për njerëz të caktuar, për individ të caktuar. Një transmetim tjetër thot, këta njerëz të cilët e kanë dashur njëri tjetrin për hir të Allahut azza wa xal, edhe nuk kanë pas interes asgjë tjetër, në ditën e kiametit kanë me pas mimbere të larta e të bukura, sa që kanë mja pas lakmi edhe pejgamber të Allahut, edhe shahidat cilët e kanë dhënë jetën për Allahun. Edhe këta kanë mja pas lakmi, këtyre vendeve kaq të bukura, kaq të larta këtyre mimbereve, për çfarë arsye? Vetëm se e kanë dashur njëri tjetrin për hir të Allahut azza wa xal, edhe nuk e kanë dashur për ndonjë interes tjetër. Është ai rasti tjetër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përmend dhe thot, ishte një njeri po shkon në një vend të largët për ta vizituar një vëlla i tij musliman. Edhe subhanallahu, Allahu dhul xhelal e sjell, e dërgon një melaçe në formë të njeriut edhe e pyet. Thot, ku je duke shku o burr? Thot, jam duke shku me vizitu një shok timin, të cilin nuk kam asnjë lloj interesi për ti, po e du vetëm për Allah. Thot, unë jam i dërguar prej Allahut azza wa xal, Allahu dhul xhelal më ka dërguar me të tregu se edhe Allahu ty po të dën ashtu qysh je duke e dashur ti vllahun tën. Tash llogaritë gjitha ato rrugë ti më marr, për çfarë arsye? Veç me vizitu, pse e ke pas një vëlla të mirë, e don, e respekton, do me thonë, po kështu Allahu dhul xhelal ka me të dash ty. Është i transmetim tjetër. Imam Shafiu dhe Imam Ahmed ibn Hanbali kanë jetu aty afër diku. Imam Shafiu ka qenë me moshë më i vjetër. Edhe subhanallah, Imam Ahmedi smurët edhe Imam Shafiu shkon me vizitu. Po Imam Ahmedi gëzohet aq shumë që ka ardhur me vizitu Imam Shafiu. Edhe mas një kohë, akoma nuk ishte shëru mirë Ahmed ibn Hanbali, subhanallah, e sprovon Allahu dhul xhelal, e sprovon Imam Shafiun. Edhe po në këtë gjendje që ishte Imam Ahmedi, akoma nuk ishte shëru tamam, subhanallah, ai shkon me vizitu Imam Shafiun. Edhe kur e sheh Imam Shafiu gëzohet shumë, edhe pastaj kanë ardhur ato fjalët e arta prej dy imamve, se nuk është, do me thonë, vllazëllaku, nuk është ajo ikhwa, që quhet në arabishte, nuk është kur ti veç i thot kam vëlla musliman, edhe ma mos mu interesu fare për ty, po edhe në atë gjendjen kur edhe i smut nëse jam, edhe unë nuk po ndihem mirë, vi me të pa ty, se ti e ke smuhin ma të ranë se sa unë. Pse sot hoxh shohim shumë vëllezër të lënduar, të dëshpëruar, të zhgënjur me zvete, e tyra kjo si shkak i mos vllazërisë? Lloj për fat keq, kjo mas shumë të që më lëndon, do më thonë në jetën, do më thonë edhe si imam, si hoxh, mas shumë të që më lëndon është kjo, do më thonë që ndoshta parasyve paraqitemi kinse që e dojmë njëri tjetrin mirë, po ajo dashuri nuk po tregohet e sinqert. Shkaqe janë të shumta. Prej shkaqeve janë mendjemallësia, janë do më thonë përçarjet mes njëri tjetrit, janë do më thonë
duke pa njëri tjetrin më të ulët se tjetrin, do të thonë me të pa unë ty më të ulët se sa unë, ose me të llogarit ty, do të thonë një person, do të thonë jo ku më ditë sa me vlerë, pastaj duke mendu keq për njëri tjetrin, mendimet këqija, ndoshta ti atë vepër ndoshta fare ti nuk e ke bë, mirë po mendoj se ndoshta ty të ka shku mendja kështu ose ashtu me boti këtë. Do të thonë këto janë shkaqet kryesore që e zbehun këtë vllaznillëk në mesin ton. Ajo që ka është më e rrezikshmja është to zënkat që i kemi me njëri tjetrin, të lashe që i kemi me njëri tjetrin. Ishtë një Loris Brown, nëse s'ja kum gatru emrin, një anglez, ai po thot me pas kujdes sa ma shumë tek muslimant, edhe sa ma shumë që jenë ata të përqam, aq ma mirë thët është për neve evropianve. Aq ma mirë është për neve evropianve, edhe shkaku i vetëm është se përqarja tek muslimant i bën që ata me qenë larg njëri tjetrit, edhe nuk munden me u bë bashk, se na ditë që bëhen bashk, për neve do të ishte një kollaps. Marrim fund. Po, do të ishte një kollaps. Kurse për ta, do të ishte një nimet i madh, një begati shumë e madhe. Këtë e ka thënë gjithashtu edhe ministri i jashtëm në vitin 1952, ministri i jashtëm i Francës. Ai ka thënë, neve ideologjit komuniste nuk na çojnë pesh. Nuk është ndaj problem, se me ideologjit komuniste kemi probleme, do me thonë, në aspektin politik, ose në aspektin ushtarak. Edhe këto nuk është që na çojnë fort pesh të madhe, po problemi për evropiant është islami. Se islami është, do me thonë, muslimant jenë aq të afërt me njëri tjetrin, islami aq mirë din me i bashku njëri tjetrin, do me thonë mesin e muslimanve, aq mirë do me thonë din me i bashku këta njerëz, sa që në atë moment kur ata bashkohen, për Evropën ma nuk ka kultur të tyre. Nuk ka kultur të tyre. Sa ata do të sjellin kulturën islame, e që kjo kulturë islame e ka pa, do me thonë, bota prej kohës pejgamberit a.s. Dhe për atë vendot komuniste nuk e ngucin, nuk ka lindjen e mesme, nuk e lënë rahat. Atëherë pra shikues të nderuar, edhe ju mund të bëni pjesë e këtij misioni duke bërë pyetje përmes linjës telefonike, pra pyetje drejt për drejt, njëkohësisht edhe me SMS. Numrin e keni në ekran dhe prismi pyetjet në këtë pjesë të dytë të këtij emisioni. Hoxha, edhe një pyetje tek tema, pastaj dalim tek mesazhet e shikuesve tanë. Dëgjojmë shpesh që e du për hir të Allahut ose të du për hir të Allahut. A kuptohet diçka që bëjmë për hir të Allahut, rëndësinë dhe peshën që ka, por si është e mundur dika me dash për hir të Allahut dhe pastaj për një periudhë shumë shkurt kohore, tu e ditë edhe nga çiftet që thonë që nuk shikoj shumë sepse du më martu për hir të Allahut, e du për hir të Allahut. Pastaj edhe shoku apo shoqet, apo edhe familjarët, apo edhe biznesin, e pastaj pas një periudhë shumë shkurt kohore, e shohim që kjo dashuri për hir të Allahut është kthyer në armiqësi. Në shumë pra ka mësa rrismi, por në shumë raste del që fatkeqësisht nga e du për hir të Allahut ose të dua për hir të Allahut dhe kthehet e gjitha ajo miqësi, ajo dashuri në armiqësi. Allah dhu xhelal surën Anfal po thot: "Wa atiu Allah wa atiu Rasul. Wa la tanaza'u." Është ajeti pak i gjatë. "Wa la tanaza'u, wa la tafshalu, wa tadhhab rihukum." Binduni Allahut, o musliman, binduni Allahut dhe binduni pejgamberit Allahut azza wa jall. E në qoftë se nuk ndodh kjo, atëherë ju do të jeni të përqam, edhe ju do të jeni larg njëri tjetrit, edhe nuk do të keni edhe as një lloj peshe në mesin, do më thonë, në aty ku jetoni. Do më thonë, wa tadhhab rihukum, Allahu dhu xhelal e ka përdor fjalën rih në atë aspektin gjuhësor, e ka kuptimin si erë. Do më thonë, edhe që kjo era si islam, si musliman, edhe që kjo kam ju largu nëse jeni të përqam me njëri tjetrin. E pse bëhemi të përqam? Për arsye se nuk pjo bindemi Allahut subhanahu wa taala, nuk pjo bindemi fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ikhtalafu fi, Allah dhul xhelal gjithmonë kur i ka përmend ehlul kitab, krishterët dhe jahudit, gjithmonë ka thonë. Dhe ata kanë pas përçarje mbasi që ju erdh udhëzimi prej Allahut azza wa jall. Qysh ka mundësi me ardh udhëzimi prej Allahut azza wa jall edhe këta me kanë përçam? Po, se ata doni do me thonë me dominu me idetë e tyre, me ideologjinë e tyre.
Po kur e erdhi pej Allahu dhul xhelal me ajete, e solli pejgamberin e Allahut, e solli Musa alayhis salam, e solli Ibrahimin, e solli Isa alayhis salam, me kështu me radhë pejgamberët e tjerë. Allahu dhul xhelal ju dha këtyne misione. Edhe ju tha tregojeni rrugën e vërtetë, këtë duhet të adhurohet, çfarë duhet bëhet. Edhe masi që i mësuan gjitha këto mësime prej Allahut azza wa xal, atëherë këta i ndryshuan fjalët e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj pse kishte nevojë mas Musës alayhis salam me ardhi një pejgamber tjetër? Ose mas Isës me një pejgamber tjetër? Pse ka nevojë? Nevoja është se ata i shkelën ligjet e Allahut azza wa xal, i shkatërrun ligjet e Allahut azza wa xal, i mshefshin ligjet e Allahut edhe i futshin idetë e tyre. Pastaj duhet me ardhi një pejgamber tjetër që mi u tregu atyre popujve se kjo të cilën e keni bë nuk qëndron. E vërteta është kjo. Dhe gjithashtu edhe te ky pejgamberi i njëjtën gjë, derisa erdhi Muhamedi alayhis salatu wasalam, edhe e bëri Allahu dhul xhelal e bëri vulet pejgamberve. Dhe për Kur'anin tha: "Inna anzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun." Na e kemi zbrit përkujtusin, edhe na këtë përkujtus do të arrujmë deri në kiamet, edhe nuk ka fije dyshimi. E tash, përderisa nuk i kemi bindje në Allahun, nuk i bindemi Allahut nurdhat që na i ka dhënë, nuk i bindemi Allahut pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në hadithet, në mësimet që na i ka dhënë, atëherë normal ka mundësi unë ty me thonë vëlla musliman, mirë po nuk e kam të sinqert. Vëlla musliman është e sinqert kur të jemi domethënë ashtu siç e thash në fillim. Domethënë vllazëllok është koncept që e ka bazën në Kur'an edhe në Sunet. Kjo është ai vllazëlloku që e ka këtë bazë. E nëse neve dalim prej këtyre dy bazave, atëherë çfarë ndodh? Vjen prishja. Unë ka mundësi ty me thonë me gojë vëlla musliman, mirë po ta them veç si e faqësisht. Sinqerisht nuk e kam. Prandaj Allah çfarë po thot atje? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Lidhuni ngosht për litarin e Allahut azza wa xal, edhe mos u përçani. Nuk po thën bën mos më përço, po thot mos më përçon në asnjë mënyrë hiç. Pastaj po thot wadhkuru ni'mat Allah aleikum. Por kujtoni ato nimetet e Allahut azza wa xal që ju ka dhënë gjithë ato nimete. Ishin buzë zjarrit ishi, po Allahu dhul xhelal ju bashkoi, ju afroi edhe ju bani vllazën mes veti. Atëherë hoxha kemi telefonat po inkuadrojmë. Asalamu aleikum. Selam aleikum. Aleikum selam. Do është të pyetje për hoxhën? Por nëni? Jam fillestare në Kur'an, kam fillu shkruajnë atë mësu, po ato këto kanë herën në njën, ndose gaboj, a muna me po hak me Kur'anin qofse bëj gabime, se jam fillestare. Në rregull, faleminderit për telefonatën, ju përshëndesim, selam aleikum. Atëherë kishim një pyetje me telefonat tek ajo motra që tha me një abdes i fali dy namazet drekën dhe që na prish punë që të falemi namazin me një abdes. Po mërej dy namazet me një abdes. Po nuk ka problem, mundesh me marr abdes në sabah, po nëse ki mundësi me rujt abdesin deri në yatsi, mundesh me fal me një abdes pa problem fare. Pa asnjë problem. Veç të kesh kujdes domethënë që mos të prishët abdesi, se për ndryshe nëse mundesh me majt abdesin absolut nuk ka të keq. Nëse ka çka motra pyetje që janë fillestare në Kur'an, kam disa gabime ndonjëherë, a mund të filloj të bëj hatme apo të pres derisa të përmirësohem? Po përderisa jemi në muajin e bekum të Ramazanit, ti mundohu me lexu Kur'an aq sa ke mundësi, që edhe mundohu që mos t'i bësh gabimet. Lexo Kur'an, nuk ka problem, po mos e lë me këtë me thonë se mu mjafton kjo dhe mos me shku me përmirësu gabimet. Se nëse nuk shkon me përmirësu, atëre gabimin e ke ti. Do të thonë duhet patjetër që të shkosh te atje ku i mësoni kurs që jeni, duhet patjetër shkosh, nëse tani ka mundësi që jenë tash pushim se puna Ramazanit e gjana, mirë po mas Ramazanit urgjent me shku dhe me përmirësu leximin e Kur'anit, po vazhdo me lexu, nuk ka të keq absolut. Kalojmë tek disa mesazhe ku thotë selam aleikum hoxhë nderuar, deshta me pyet, thotë nëna ime para se me ndru jetë, më ka treguar një sekret për familjen e saj. Unë mas 10 viteve, pasi që ka ndru jetë nona, rastësisht më ka shit goja dhe kam treguar sekret motrës time. Tash më brengos në ky rast, a kam bën gjuna ajo sepse sekretin nuk është dashur me tregu askujt, pasi që nëna më ka besuar vetëm mua. Po këtë sekret
Tash pse e ka nxjerr sekretin? Rastësisht po thotë më ka rshit goja, i kam tregu motrës. Nëse është sekreti, se kësi lloj sekretesh ka shumë që kanë ndodhur domethënë edhe në kaluarën. Për shembull ka pas dikush i ka bërë disa lloje të ibadetit që s'ka dashur me marrë vesh kërkush. Për shembull kemi një rast të Imam Ebu Hanifës, i cili për një ajet Kur'anit në kohën e Yacis kishte filluar me recitu me veten e vet. Edhe kur vjen muezini subhanallahu për me thirr namazin e sabahut, po në atë vend ishte Ebu Hanifja dhe ju kishte bë mjekra krejt e lagur prej lotëve. Edhe subhanallah e thirr ezanin muezini, po Ebu Hanifja aq shumë ishte i thellum te ky ajet, saqë edhe ezani nuk e kishte ndëgju. Edhe kur vjen ai muezini dhe i afrohet Ebu Hanifës edhe i thot se duhet falemi, tha merre këtë llampën, se atëherë nuk kanë pas drita që kemi neve sot. Ka thonë merre këtë llampën për me thirr ezanin. Thotë jo, thotë unë ezanin e thirra. Thotë po unë nuk dëgjova që e ke thirr. Tha, i thot muezini, ti ishe aq shumë i thellum duke meditu, sa që nuk desha as me ta prish meditimin. Thotë am ke pathet, thotë po. Thotë po shallah, thotë mos i trego askujt. A shef? Thotë mos i trego askujt. Tash këtë sekret e ka marrë ky muezini. Mirë po me vdekjen e Ebu Hanifës e ka nxjerr sekretin. Se tash personi është i vdekur. E tash nëse është ky sekreti që është diçka e msheft te nana e ka bën një diçka që ka qenë ndoshta vepër shumë e mirë, edhe s'ka dashur ajo me marrë vesh tjert, po e ka pas një person, që e ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Hudhaifën, që ka qenë edhe e kanë quajtur sekreti i pejgamberit alayhis salam. Domethënë, në qoftë se është ndonjë sekret i nanës që s'ka pas qef me marrë vesh edhe mas vdekjes, atëherë nuk ka qenë e rrugës me tregu. Po tash ti ke gabu, Allah inshallah të fal, po duhet po sepse ka sekrete të ndryshme të cilat njerëzit mund të tregojnë. Edhe kjo puna që e kemi temën për vëllezërit, domethënë te vëllezërit, te ajo ëmbëlsia e vëllaznillakut është kur e mbajnë sekretin me njëri tjetrin. Edhe këtu është e kundërta që më pyete për herë të fundit, pse ndodhin këto, i të thon vëlla musliman, po ndoshta nesër armiqsohem. Se ndoshta do sekrete i nxjerrim dashje ose pa dashje, edhe kjo tani ndodh që me u përqa ose me u nda me njëri tjetrin, edhe pse unë ty dje ndoshta të kam thënë vëlla musliman, edhe të du për hir të Allahut, e ku ta dim. Dhe tash do të më zbulu sekretet. Shkojmë me telefonatën e radhës. Selam aleikum. Selam aleikum. Aleikum selam. Përshëndetje. Po. Dashur një pyetje me aba hoxhës. Urdhani. Jam një vajzë prej Maqedonie, jam 13 vjet, edhe më pëlqen ki zanati, më shkon zanati për frizer. Kam dëshira dy me hije me marrë zanatin se më shkon për dore, ama do më bën që adi është haram, zban, do thënë që adi ban, është e lejume, dashta do të merr një këshillën e duhur, besoj. Faleminderit për telefonatën, i përshëndesim shikuesit tanë që kemi në Shkup, që na ndjekin përmes platformës Skupi Vision. Kështu është kompania, jo Shkupi, por Skupi Vision, atje jemi në Maqedoni. Ishte një vajzë 13 vjeçare nga Shkupi, pra, Maqedonia në fakt, që pyeti për jashtemës. Sa s'ka një këfa biznesi, që me ba? Po, kjo nuk është që mundëve me i thonë që është e ndaluar mirë, po mënyra se si bëhet sot, nuk mundëve me i thonë që është që bën. Se sigurtisht do me thonë, në ato rrethanat qysh e kërkon feja Allahut Azza wa Jall, absolut nuk ka të keq që me qenë frizere. Mirë po, në këtë mënyrë se si bëhet në ditët e sotshme, atëherë unë të kisha këshillu që ta gjesh një profesion tjetër, se edhe qenë ke ere, inshallah, edhe mundesh me gjetë vetën edhe diku tjetër. Allahu të rujtë të ndihmon. Thot përshëndetje, jam një motër muslimane dhe burri im nuk falet e as nuk agjeron. I lutna Zotit me kthy burrin tem në rrugën e tij, dhe se herë që i tham burrit hajde falemi, agjero, thot nuk muj pa cigare. Kjo është arsye pse nuk agjeron. Çesharake pak, po. Në fakt kemi shumë persona që nuk agjerojnë shkak i dohanit. Po. Subhanallah.
Vallai këto nuk është problemi i duhanit, po është problemi Shejtanit. do më thonë lidhjes, do më thonë se neve po themi se natën e parë shejtani lidhet, Allahu Xhelal i lidh shejtanët. Mirë, po para se mi lidh, ai i lën disa amanetet e disa tjerë kështu që me bë ngatërreza në mesin e njerëzve. Këtu nuk është problemi te duhani, absolut, po problemi është te bindja. Ky person nuk ju ka bind hala Allah ç'ish duhet. Hala nuk e din, do më thonë, vlerën e agjerimit. Se valla sikur ta dish te vlerën e agjerimit, po të njëjtën gjë më i thon. Unë t'i dha çdo ditë nga 1000 euro. Veç le duhanin, mos e pi duhanin, a do ta kishte lënë ajo? Jam i bindur se kish më lënë. 100%. S'ka fije dyshimi. Pse ja din vlerën 1000 euro? Po Allahu Xhelal kur po thot për agjerimin innehu li wa ana ajzi bihi, se ai është i jam dhe unë e shpërblej për të. E kur thot Allahu Xhelal se unë shpërblej për të, e ka qëllimin që shpërblimi është diçka jashtë masës. Është shpërblim i madh. Po këtë është telashja që nuk po mundemi me shiju që të fjalë që e ka thonë Allah pejgamberi në hadithin kutsi që e ka thonë Allah Azza wa Jall. Se sikur ta shijojmë këtë hadith, sikur ta shijojmë, do të thonë urdhrin e Allahut Azza wa Jall, se Allahu e ka bë urdhën me agjeru, wallahi nuk e kam 1,000,000% e kam bindjen se do të ndalesh jo prej duhanit, po ti edhe mas Ramazanit do ta pish ti më duhanin. Atëherë kemi telefonatin ku adrojmë. Selam aleikum. Aleikum selam. Ndesh tani pyetje me Abu Hoxhës. Po, ordnani. Çfarë mendimi ka për ata që kritikojnë xhallarë se janë bidatxhi dhe çysh më çast aty? Në rregull, faleminderit për telefonatën. I përshëndesim. Selam aleikum. Po, Hoxh. Regjia, unë përshoh veten në ekran, ma qëtni Hoxhën. Faleminderit. Atëherë pra çfarë këshille keni për ata që i quajnë xhallarët bidatxhi? Mas pari tham Allahu ju udhëzoft, se për me qujt një hoxh bidatxhi duhet me pas një shkollë, të paktën me pas shkollën e atij hoxhës, për cilën je duke qujt i bidatxhi. Kjo na ndodh edhe neve personalisht, po nuk është ajo që neve personalisht, do të thonë individualisht na çon pesh, po këta më shumë janë, nëse mundem me qujt edhe po e quj kërkoj edhe falje, më shumë janë këta fitnexhi. Allah na ruaj pi sherrit tyne. Këta nuk dojnë hajrin e muslimanëve, as nuk e dojnë hajrin për me ngrit fjalën e Allahut, as nuk e dojnë hajrin që me një mënyrë të vëdësohen njerëzit edhe të lidhen për fjalën e Allahut Azza wa Jall. Sikur ta kishin hall këtë punë për Zotin e Madh, unë shumë herë edhe në xhami u kam thonë, do t'ju kisha puthën në ballë sikur ta di sinqerisht që keni për Allah këtë farë vepre. Se për Allah nuk bëhet me urrejt mi thon dikujt bidatxhi. Ti mundesh me shku me këshillu ose mi thon pse bëhet kjo kështu, pse është ashtu, edhe do ta merr ti përgjigjen patjetër, edhe s'ka fije dyshimi se do ta marrësh përgjigjen. Mirë, po ata nëse janë kamguls në këtë, se jo vetëm bidatxhi dhe s'bën ndryshe, unë mas pari them vetes tem, po dhe tjerëve, largoheni prej tyne sa jeni infektuar dhe ju. Se ky është virus shumë i rëndë, më i rëndë se sa virusi i koronës. Covidi që na la me pasu edhe ai. Pyetja radhës me SMS thot selam aleikum. Nëna ime është me sklerozë dhe është 80 vjeçe. Ramazani i tretë që nuk e ka agjëruar, a duhet me ja pagu apo jo? Patjetër që duhet me pagu. Edhe ato vitet kaluara nëse se keni pagu, edhe ato duhet patjetër me pagu. Pra pa më parasysh sëmundjen, duhet bëhet qofse nuk ka pas mundësi mas Ramazanit, në ditë shkurtat që kanë, sidomos ditë e dimrit që janë, po edhe në ato ditë nuk ka pas mundësi me agjëru për shkak sëmundjes, atëherë patjetër që obligoni me pague me fidje, do të thonë të agjërimit. Edhe në ato Ramazanit e kalume pra që po thosë se tha 3 vjet më duket. Po 3 Ramazane s'ka agjëru. Atëherë edhe ato nëse s'janë pagu, duhet paguhen tani të gjitha. Me lenin Allah. Pyetja radhës thotë desha të pyes Hoxhën se djalit tim i kam thënë pra në moshën 12 vjeçare me agjëru, pra këtë Ramazan dhe ka filluar me agjëru Ramazanin të plotë, mirë, po 3 ditë i ka prish dhe për shkak të pamundësisë, ndërka që unë prapë kam insistuar dhe kam thënë që duhesh me agjëru dhe mos me prish, mos po hyn gjëna në këtë rast. Mosha 12 vjeç. Jo të kes po bën hiç, ti Allah shpërblet që po e nxit djalin për me agjëru. Mirë, po edhe në qoftë se e prish ndonjëherë për derisa akoma nuk është në moshën madhore,
edhe në qoftë se e prish ndonjëherë nuk është problem, po ti ashtu rri afër gjithmonë, edhe çdo natë çoje për syfyr, le të qohet, le të mundohet me agjeru, se e ka afër që i vjen mosha madhore, tani bëhet obligim. Kështu që le të mësohet tani, edhe ti Allah të shpërbleft, se me të vërtet je ka bën një punë të madhe, se kështu duhet të edukohet fëmia, kështu duhet një nanë ta edukon fëmijën e vet, që të gjitha mënyrat me i përdor, edhe me nxit fëmijën e vet për agjerim, për namaz e për gjëra tjera të mira. Thotë, përshëndetje, jam shtatzën në muajin 7, a mund të mos më agjeru pasi që nuk ndihem mirë me shëndet ose jam lekësht? Këto mundet me konstatu më mirë një doktor. E kemi motra që i njofim, që kanë qenë shtatzane edhe në muajin e 9, mirë për Ramazanin e kanë agjeru. Po tash nuk është e thane që ajo ka mundë kjo... Sepse më varet nga imuniteti. Varet nga imuniteti, varet nga shëndeti, varet, do me thonë, do shta dikush e ka shtatzanin më të rëndë se tjetra, këti është në rregull. Mirë po, këtë mas miri e konstaton një doktor, i cili është i ndershëm edhe e thot të vërtetën, ai mundet me thonë se ti a mundesh me nejt pa hangër pa pi për kaq gjatë. Po nëse mjeku thotë se ti nuk mundesh me nejt, se i bën dëm, do shta qoftë edhe bebës, po qoftë edhe shëndetit tanë, atëherë të lejohet me prish absolut Ramazan, po me i kompensu mas Ramazanit ato ditë cilat nuk i ke agjeru. Atëherë, hoqë, kemi një pyetje të gjatë me SMS, ndonë se jashtë temës, por besoj që mbas e lexova 2 herë, do duhet t'i jap më rëndësi. Thotë, selam aleikum hoxhë nderuar. Ju përshëndes juve dhe stafin realizues dhe dëgjuesit e juaj. Se na kënaqet me ligjëratat dhe punën juaj të palëshme, ju shpërblet Zoti me mirësitë e tij. Nderuar hoxhë, kërkoj një këshill nga te lidhje me vajzën time, e cila është në moshën 19 vjeçare. Ajo ka bërë një lidhje me një person të komunitetit tjetër, jo shqiptar, i cili prejardhjen e ka nga Serbia. Po janë qytetarë të Kosovës, në kohën e luftës në Kosovë ka ndruar dhe mbiemrin. Ky rast na ka dyshuar shumë pse është bën ndryshimi i mbiemrit dhe për këtë arsye kemi kundërshtuar këtë lidhje, edhe pse pretendojnë që janë musliman. Kemi pas një takim familjar të përbashkët, ku jemi dakorduar që kjo lidhje mos me vazhdu më. Pas disa muajve kemi marrë vesh që kjo lidhje është duke vazhdu. Atëherë bashkëshorti im i ka kërcënuar me fjalë të dytë, vajza i ka treguar shokut e vet, ai shoku i ka vajzës shkon dhe informon policinë si kërcënim, edhe pse nuk e ka dëgjuar vet. Si rezultat i gjithë kësaj përfundon në burg për disa javë bashkëshort, ndërsa vajzën e merr shteti në strehimore. Nga ai moment vajza ndërpret kontaktet me familjen, të lutemi një këshill. Zoti ju shpërblet, selam aleikum. Në burg tash baba i vajzës? Po, kështu e kuptova, po, baba i vajzës, po. Dhe vajzën e ka marrë të thotë strehimorja, se duket janë jashtë, sepse në Kosovë nuk është ka kësi raste. Nuk kemi ndëgjuar për Kosovë që ka kësi raste, dhe po vjen shumë çudi, po sido që tjetë të lidhja martesore, subhanallah, është një lidhje që subhanallah që duhet ta kem parasysh, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sa herë që ka dash dikush që të martohet, një farë mënyre i ka obligu që të shihen mes veti, të njihen një farë mënyre, ato rrethanat e Islamit njihen me njëri tjetrin. Jo ashtu veç hajt martohemi. Edhe këtu e njëjta gjë. Mirë po mënyra se si janë njoft, nuk janë njofta në mënyrë Islamit të duhur. Tjetra, pejgamberi alayhi salatu wasalam thotë, nuk është valide ajo martesë që nuk e ka dhënë pëlqimin baba i vajzës. Do të thonë nuk llogaritet si martesë valide në aspektin fetar, nëse nuk jap lejen baba. Ti babën mundesh me e bind, mundesh me thonë fjalë, do të thonë që me e bind, mirë po edhe baba nëse thot për mu martu me dikë që ti nuk i qef, edhe në këtë rast do të thonë mundesh ti me reagu te baba dhe mi thonë jo, ne nuk mund të mu martu me filanin se rrethana të ndryshme. Mirë po, çfarë do lloj martese? La nikaha biduni wali. Kjo është esenca. Nuk ka nikah pa marrë lejen e prindit. Se ai ishte i cili u kujdes për ty gjatë gjithë kohës. Edhe në fund mja kthy kaq let prindit mja kthy shpinën, nuk është në rregull. Po ju duhet me gjetë një metodë pak më të mirë. Po këtë pyetje ndoshta ka qenë dashur me bë para se më ndodh kjo telashe e madhe që pas ka ardhur,
e që fëmijën e pas kanë marrë në strehimore, e kështu me radhë, kjo ka qëndosh se nga njëherë, për fat keq, se ndoshta pak keq që po e them këtë fjalë, po nga njëherë po qalojmë në pyetje. Masi që po ndodh akti, atëherë po e bëjmë pyetjen çka më bë. Tash është problem se tash ajo vajza tash është në strehimore. Baba tash në burg, tash Kanë lindë shumë probleme. po, kanë lindë shumë probleme tash, nuk din se cilit problem me zgjidh para tjetrit. E këtu probleme për me zgjidh, tash mas pari të strehimorja. A e pranojnë ata të strehimores me kthy vajzën edhe një herë te prindja jo? Nëse pranohet, atëherë merrni fëmijën edhe filloni me bisedu tamam si ka hije prindi me fëmijën, me bisedu bisedë këndshme, jo bisedë agresive, jo bisedë kërcënuese, po me bisedu bisedë mirë. Bisedë ashtu që na ka mësuar pejgamberi alayhis salatu wasalam. Enes radiallahu ta'ala anhu po thotë 10 vjet I kam shërby pejgamberit alayhis salam, asnjëherë nuk e di që ma ka thoni fjalë të rëndë. 10 vjet. Ana një shërbëtore nëse e marrim në atë aspektin me pasru shpina diçka, një diçka me bë me na lën keq, kena mi thon llafet trana shumë bile. Ti I merr paret kështu e nuk e bën punën e llafet ndryshme. Kurse Enesi 10 vjet I shërben pejgamberit alayhis salam edhe nuk e ndëgjon edhe një llaf të vetëm. Tran ndaj pejgamberit alayhis salam. Edhe shërtor, po ku është me fëmijën, me evladin? Mundohet që evladi, domethënë, kuptoje botën mas pari që ka thënë edhe Omeri radiallahu ta'ala anhu, kur ta edukoni fëmin, edukoni në kohën e tij, jo në kohën tane. Se koha jote ka qenë para 20 vjet ose 30 vjet ose ku më ditë kur. Kurse koha e fëmijës është tani. Problemet që I ka tani kjo rini, me qëto problemet kësaj rinie, kësaj kohës bashkëore, mundohet ti me edukun frymën Islam e fëmijën tanë. Tash, në qoftë se keni mundësi me kthy edhe një herë, atëherë merrni dhe filloni me bisedu, bisedë këndshme, bisedë domethënë që I ka hije një prindi me bisedu me fëmijën, edhe me pyet pse është kjo lidhje bashkëtorë me atë person, çka I ka lidh ata, se ndoshta ka ndonjë në kërcënim, ndoshta gjithçka mundet me të shku mendja, po ndoshta edhe është dashuri. Mi marrë edhe arsyet, po. Kanë domethënë lidhje të mira. Po me kuptu domethënë arsyen pse është bë kjo lidhje e pastaj me vendosë çfarë me bë. Allahu ja u zgjidh problem. Tërë jemi ka fundi, pra linjën telefonike regjia I lutem ndërprene, e lexojmë edhe mesazhin e fundit për sot, që ne kemi kohë për ta lexuar. Të desha të pyes hoxhën, a lejohet me vizitu varrezat pasi të falet namazi Bajramit? Pse ka kohë Bajrami? Po. Me thonë drejtën e kemi bërë si traditë me shku me vizitu varrezat mas Bajramit. Unë deri sot nuk mund dhe mas pari I thom vetës, po edhe tjerve nuk e këshilloj aske që të shkoj në ditë Bajramit me shku me vizitu varrezat. Shko një ditë para Bajramit, 2 ditë ose 3 ditë para Bajramit, shko vizitoje, qoje një selam, kujtoje pak vetën tane se edhe ti ke marrë një ditë po këtu, ku je, ku peshe babën ose nanën ose kënë po shka me vizitu, te varrezat. Kujtoje vetën se kanë me ardhur që ky moment edhe ka me thonë edhe dikush për ty të shkojmë ta vizitojmë te varrezat. Kujtoj këto se kjo është ajo thelbi I vizitës të varrezave. Se pejgamberi alayhis salatu wasallam çfarë I tha shokëve vet? Ja u kam ndalu vizitën në varreza, kurse tash ja u kam leju, shkoni, vizitoni se ja u përkujtojnë vdekjen. Domethënë kjo është esenca kur ti të shkon me vizitu varrin. Varrin e babës, nanës, vllaut, atij tjetrit. Është që me ta kujtu ty vdekjen që ti me përmirësu vetën tane, me përmirësu moralin tënë, me përmirësu imanin tënë, me përmirësu sjelljen tane, me përmirësu lidhjen me Allahun Azza wa Jall. Kjo është vizita ndaj varrezave. Kurse në ditën e Bajramit nuk jo kisha preferu asnjëherë. Jo për ndaj gjë, po se është bë traditë, e kjo traditë nuk është e lavdueshme as e pranueshme në shariatin e Islam. Atëherë hoxhë, këtu është fundi I këtij misioni. Faleminderit që gjetë kohë të jesh pjesë për sot. Allah I shpërblet edhe juve, Allah I nderoft. Ka për këtë temë çka të folet shumë. Po, çuaj është I mashë gjatë, por vetëm më shumë pyetje pa bër, por kaç kishim kohë. Faleminderit shumë, Allah I shpërblet edhe herë. Të nderuar miq, kaq për këtë emision. Takohemi nesër në të njëjtën kohë e ju vazhdoni të qëndroni edhe më tutje me programet e RTI-s. Selamu alaikum.